Si jeni? Mirë si jeti. Mirë si jeni më. Mirë, faleminderit. Si po duket ky ftoti sot? Jo. Nuk më ndali ftoti. Nuk na ndali ftoti, shumë mirë. Super, Marcela. Okej, fillojmë atëherë pa u vonuar më, respektojmë ata që kanë hyrë në kohë. Sot do flasim për rolin e ndërmjetësuesit në negociatat imobiliare. Sa herë ju ka ndodhur që një marrëveshje imobiliare prej qindra mijëra eurosh të dështoj në minutën e fundit për një diferencë qesharake. Mund të ketë 2.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, varet nga shifra. Ju ka ndodhur apo jo? Ka qenë gati për të ndodhur, por e kemi riparuar në sekondat fundit. Shumë mirë. Okej. Do të imagjinojmë pak. Perini ka ndodhur një herë për 36 euro në klimet. Dhe beshe fjalë për finë, që do pagueshe nga kalimi një bankë një tjetër që merrte finë bankat me një komisioni bankës. Aha. Edhe më lan për çështje egosh pastaj. Kur më lan për ta paguar. Lan për çështje egosh, po. Po. Pra, imagjinoni pak që blerësi do për shembull ta blej atë pronën, shitsi kërkon që ta lëvizi sa më shpejt, ta lër, ta shesi. Logjika thotë që marrëveshja duhet mbyllet normalisht, por pa pritur gjithçka ngrim. Pse? Sepse kur futet në mes logjika, aty fillon pastaj dështimi. Shitja është gjithmonë emocion ose blerja. Nuk është logjik. Po fut logjika, po filluam të bëjmë analiza, aty pastaj prishet çdo gjë. Dhe kjo ndodh sepse në ato moment negociata nuk bëhet më për parat. Negociata aty është për egon, ose për frikën se mos po e humbas, ose për nevojën për të ndjerë fitues. Deri këtu hyn në lojë pastaj roli jon i vërtet. Sot nuk do flasim se si të shisni një pronë, por do flasim se si të bëhemi një urë për këtë hendekun e këtyre 36 eurove, apo 2.000 eurove, apo 5.000 eurove. Sot do ndalemi ose më saktë do rikuptojmë një nga temat më thelbësore të profesionit tonë, që është roli i ndërmjetësuesit në negociatat imobiliare. Le të shohim bashkë këtu se kushte çfarë përfaqëson vërtet një ndërmjetësues. Ndërmjetësuesi është ajo figurë që me ndërhyrjen e tij vën në marrëdhënie 2 ose më shumë palë për përfundimin e një biznesi. Pa u lidhur me to nga marrëdhënie varësie apo bashkëpunimi apo përfaqësimi. Ai ka gjithmonë të drejtë për shpërblim nga secila palë nëse marrëveshja përfundohet me një rezultat pra i ndërhyrjes së tij apo jo. Cilat janë karakteristikat e një ndërmjetësuesi? I dim se cilat janë karakteristikat e një ndërmjetësuesi? Si duhet të jetë një ndërmjetësues? Asnjëans. Shumë mirë. Duhet të jemi pra të pavarur. Përse të pavarur? Ndërmjetësuesi nuk duhet të ketë interesa personale në një transakcion. Roli i tij është thjesht që të çojë në një marrëveshje midis palëve. Duhet të jetë i pa-anshëm. Përse i pa-anshëm? Sepse duhet të mbajë gjithmonë një pozicion neutral. Ne duhet mbetemi neutral midis shitësit edhe blerësit gjithmonë. Detyra e ndërmjetësuesit është që të ofrojë informacione dhe këshilla bazuar mbi fakte objektive, pra jo mbi fakte subjektive. Ne nuk duhet asnjëherë përpara klientit i themi sipas meje. Ne gjithmonë përpara duhet flasim në bazë të fakteve subjektive që është tregu. Pra, si duhet i flasim një klientit, i themi që sipas tregut ose sipas një analize të tregut, çmimi i kësaj prone është kaq, ëh, do t'i japim një vlerësim. Por jo t'i themi që këtë sipas meje prona vlen kaq. Duhet me pas shumë kujdes këtë pjesë. Pala e tretë, pra ne jemi dhe pala e tretë. Çfarë do të thotë pala e tretë? Se jesh një palë e tretë, përveç shitësit dhe blerësit, je një
Domethënë je duke vepruar si një urë midis dy tyre palëve për të garantuar një transparencë midis tyre. Kur është momenti për të krijuar një marrëdhënie midis ty apo më shumë palëve? Kur e krijojmë ne këtë marrëdhënie? Kur duhet që këto dy palë të takohen me njëra tjetrën? Kur të kemi një marrëveshje të nënshkruar mes dy palëve që të jetë i interesuar personi. Shumë mirë, Marcela. Pra gjatë një tratative. Pra tratativat mund të fillojnë edhe nga takimi i parë, nga listimi deri në mbyllje. Por gjithmonë klientët duhet të takohen mbasi ne kemi rënë në ujdi për një marrëveshje. Pra pasi kemi përcaktuar çmimin final midis shitësit dhe blerësit. Për të qenë të tillë, çfarë duhet pyesim ne? Pra, duhet pyesim vetëm, po unë si po sillem me palët? Jam i pavarur, jam i paanshëm, po favorizoj dikë nga palët. Dhe këtu duhet kemi shumë kujdes, sepse nëse klienti e kupton që ne jemi duke favorizuar një nga palët, atëherë ai do fillojë të krijojë një mur komunikimi. Çfarë do të thotë negociat? Negociata është i gjithë aktiviteti përgatitor që nëpërmjet një shkëmbimi oferte dhe kundër oferte të çon në konkluzionin e një akordi apo një marrëveshje. Të ndërmjetësosh është sigurisht gjëja më e rëndësishme e fazës së profesionit tonë. Pa një ndërmjetësim të mirë nuk mund të arrijmë kurrë në një konkludim marrëveshje. Por sa e komplikuar është kjo pjesë e procesit të shitjes. Mund të themi që negocimi është faza më e vështirë e punës tonë, apo jo? Jeni dakord me këtë? Shpesh e kemi të vështirë të bëjmë dhe prospekt, por në fakt nuk është prospekti faza më e vështirë. Faza më e vështirë është negociata, në atë moment kur ti ke të dy palët që nuk bien dakord me të njëjtin çmim. Pra negocimi është faza më e vështirë. Suksesi i një ndërmjetësimi varet nga sa dëgjojmë dhe jo nga sa flasim. Nëse ne flasim gjithkohës flasim, humbim edhe vëmendjen e klientit. Dhe në këtë mënyrë humbim ndoshta edhe një fjalë të vetme në të cilën ne mund të kapeshim për të negociuar. Le të shohim cilat janë subjektet e përfshira në një negocim. Ne e dim shumë mirë që subjektet e përfshira në një negocim janë shitësi, blerësi dhe agenti imobiliar, apo jo? Sa e vështirë është kur futet dikush tjetër, një person tjetër në këtë proces. Kur futet kushëriri, kur futet noteri, kur futet inxhinieri, arkitekti. A bëhet i vështirë ky proces? Po apo jo? Sidomos avokati. Sidomos avokati. Kur thonë, a gjej unë më lirë, thot Ervini, po, shumë të drejtë ka Ervini, se ka gjithmonë futet dikush tjetër në mes, se thot okay, se gjej unë tjetër më të lirë, po e ke shumë shtrenjtë të prona. Pra, agenti negocion për interes të shitësit, të blerësit, sigurisht dhe të vetit, kur ata janë prezent, sepse palët në fakt nuk duhet të jenë asnjëherë prezent në fazën e negocimit. Kush prej jush i bën palët bashk në negocim? Është ndonjëri prej jush që i bën palët bashk? Ormiri? Po. Pse i bën palët bashk? Bëj bashkë në momentin e fundit, kur e shoh që ka disa pikpyetje për secilin prej palëve, masi është diskutuar çmimi i arroda kart atyre i uli ton bashkë diskutojmë detajet edhe janë gjëra sa më të qarta. Që kur shkojmë në noteri mos ta dalim pa prituna, jo pse se tha me këtë, jo pse se bën me këtë. Në fakt është gabim. Di mirë, po ka herë njerëzit e kanë si primare këtë, sepse kujtojnë se ti po i mshet diçka. Duhet punojmë neve më fort për t'i treguar që ne jemi transparent ndaj tyre. Kurthi thelbësor i një negocimi është të verifikohet një proces i mirë komunikimi midis palëve. Ne në këtë rast jemi kanali pra i komunikimit midis dy palëve.
të cilët në një linjë teorike nuk vihen në kontakt kur midis tyre, përveç rastit kur arrihet marrëveshja. Se çfarë ndodh? Ne i vëmë përballë njëri tjetrit palët para se të arrihet marrëveshja, sepse mendojmë që po e thjeshtojmë situatën. Por në fakt jemi duke komplikuar atë, duke krijuar edhe përplasje midis palëve. Blersi fillon flet me shitsin, shitsi me blersin, ne jemi në mes, edhe nuk kontrollojmë dot situatën, po fillojmë bëjmë ping-pongun. Njëri nga njëri, njëri nga tjetri, them kokën, dëgjojmë, dhe nuk arrim dot që të ndërhyjmë në një për të marrë një vendim kur i vëmë bashkë. Ndaj duhet ta keni gjithmonë parasysh që klientët bashkë asnjëherë. Pasi mbaron negocimi, kur arrini tratativën e duhur, atëherë po, mund t'i vini bashkë klientët. Po nëse i vëm bashkë, fillon egoja pastaj midis tyre, edhe aty të prishet gjithë situata. Okej? Roli ynë mund të përmbledhet në 3 aspekte. E para, të kuptojmë motivimin e vërtet të shitjes apo të blerjes te klientët, pra. Motivimi është çelësi. Ai na ndihmon të kuptojmë se ku duan të shkojnë palët, sa të gatshëm janë të presin dhe sa fleksibël janë në çmim. Pse po shesin apo pse po blejnë? Ka ndryshim të madh midis atij që duhet të blej ose duhet të shesi dhe atij që duhet, ai që do të blej ose do të shesi, ëh. Kemi 2 folje që kanë ndryshim shumë të madh. Ne punojmë me ata që duhet të shesin ose duhet të blejnë, pa e kanë një gjë urgjente për ta bërë. Jo me ata që duan të blejnë ose duan të shesin. Sepse ata mund të jenë gjithmonë në kohë, edhe për 6 muaj, edhe për 1 vit, edhe për 2 vjet. Njohum klient që kanë 3 vjet, 4 vjet që duan të blejnë dhe akoma s'kan blerë. E dyta, qëllimi i shpenzimit apo i fitimit që duhet kuptojmë. Sa dëshiron të marrë shitsi, sa të investojë blerë. Kjo na tregon sa për realitetit të tregut jemi. Sa është vërtet i gatshëm që të investojë një klient për të blerë një pronë. Sa një pronar ka vërtet qëllim që ta shesi dhe cila është pritshmëria e tij për çmimin. Sa dëshiron të marrë shitsi, nga kjo shitje. Sa mund të investojë blersi. Pra kjo na ndihmon të kuptojmë afër apo larg, sa afër apo larg është çmimi i kërkuar nga realiteti i tregut, sa është tregu pra. Dhe e treta, të formulojmë një propozim të duhur dhe të përgatisim palët për variacione të mundshme. Shpesh ne kemi oferta në çmim të tregut, apo jo? Jo ndodh? Gjithëve na ndodh. Që na vinë dhe çmime, oferta në realitetin ku është tregu. Detyra jonë është që ne të negociojmë gjithsesi, të ndihmojmë shitsin, ta pranojë ose të përpiqemi të rrisim ofertën nga ana e blersit. Ne duhet jemi në gjendje të formulojmë ofertën e duhur dhe të përgatisim si shitsin edhe blersin për një variacion të mundshëm propozimesh. Ku lind një tratativ në pasuritë e paluajtshme? Në cilën fazë? Në fakt ne tratativën që kur e kemi, që në fillim fare, që tek listimi, apo jo? Dhe çfarë negociojmë që në fillim, që kur marrim listimin? Që kur marrim listimin, janë të njëjta gjëra që diskutohen me shitsin. Çmimi, komisioni, që fillon na pyet klienti a mund ta ulësh apo jo, sa e ke komisionin, dhe afatet kohore. Për sa do që ta shesi, kush është koha. Në fazën e ofertës, edhe kur i jep ofertën, përsëri ne negociojmë çmim, komision, afat. Pra, edhe kur klienti jep një ofertë, prapë negociohet çmimi, aty në kontratë të kaparit për shembull ne shkruajmë edhe afatet kohore të cilat janë, edhe kush janë komisionet që do përfitoj agenti apo agjencia. Edhe në fazën e pranimit të ofertës, prapë ne negociojmë me të gjitha gjëra, pra çmimin, komisionet edhe afatet. Apo jo, jemi dakord? Pra, shohim a pranohet çmimi apo jo, komisioni që do përfitojë agjencia
edhe afatit kohor kur të mbyllet shitja. Rregullat për një tratativë efikase. Ne do të arrijmë të kemi një negociat të mirë, kur të jemi të përgatitur siç duhet, kur të kemi gjithmonë alternativa të tjera për të ofruar, kur ndërtojmë marrëdhënie, sepse po ndërtuam marrëdhënie me klient nuk i shkojmë asgjë kundi. Okej? Përgatitja për një tratativë efikase. Ne trajtojmë pronat paluajtshme, por le të kujtojmë se në fakt ne merremi me marrëdhënie me njerëzit çdo ditë. Jemi dakord apo jo? Në çdo fazë të negociatës le të kujtojmë se ne nuk po shesim një produkt, por po shesim edhe vlerat tona. Sa më shumë vlera të tregojmë, aq më shumë besim fitojmë tek njerëzit. Kemi të bëjmë me pronar, me blerës dhe jo me sende. Të pyesim veten cila është alternativa jonë më e mirë. Kemi mundësi zgjedhje apo jemi të detyruar që ta mbyllim marrëveshjen, ëh? Pra çojmë nëse kemi alternativa. Alternativat janë forca jonë. Nëse ne nuk kemi alternativa, jemi të detyruar që të mbyllim me çdo kusht edhe të bëhemi më të dobët. Në fund, qëndrimi mendor, pra sjellja jonë, mendësia jonë, është baza e gjithçkaje. Ne mund të kemi 20% aftësi edhe 80% mindset dhe të kemi sukses, por jo e kundërta. Nuk do anasjelltas. Pa një qëndrim të fortë, pra një mendësi të fortë, nuk mund të shkojmë askund. Ky është roli ynë si ndërmjetës imobiliar. Ky është standardi i një profesionisti imobiliar. Përgatitja për një tratativë efikase, parakualifikimi. Parakualifikimi është një nga proceset që ne në metodën e MMO sa kemi kudo. E kemi kështu si e shpërndajmë gjithandej si puna e majdanozit në për pjata, sepse realisht është shumë i rëndësishëm. Përse i bëjmë shpesh në parakualifikimin? Kush do japi një mendim? E bëj parakualifikimin apo jo? Nëse ne nuk bëjmë një parakualifikim të mirë të klientëve, do na ndodhi gjithmonë diçka gjatë procesit. Parakualifikimit, nëse ne e bëjmë, japim vlerë kohës tonë së pari. Sepse parakualifikimi na lejon të njohim motivimin real, kohën, emocionet e klientit, pragun minimal të negociueshëm që ka, alternativat e tjera të mundshme. Vetëm me një proces të mirë parakualifikimi, ne mund të kemi një kontroll real të negociatës. Dhe zgjedhim me kë duam ne që të punojmë. Nuk punojmë me çdo kënd, nëse ne bëjmë parakualifikim të mirë. Ju ka ndodhur ndonjëherë që keni klient për shembull që kërkojnë gjëra që ju s'arrini dot i bëni. Se bën që aty parakualifikimi. Nëse një klient për shembull të kërkon të shesi pronën me një çmim super overpriced, të tërhiqemi. Themi jo. Dhe zgjedhim ne në këtë moment me kë duam të punojmë. Pra kur ne jemi të bindur që kjo prona nuk shitet me këtë çmimin, tërhiqemi dhe i themi okay. Pra në këtë rast ne kemi bërë një parakualifikim të mirë. Tjetër, ndërtimi i marrëdhënieve është shumë thelbësor. Njerëzit i besojnë më shumë një profesionisti që njohin sesa një tjetri që një personi tjetër që nuk e njohin. Prandaj referencat, rrjeti, reputacioni janë gjithmonë armët tona më të forta. Ndërtimi i marrëdhënieve është shumë thelbësor. Është vërtetuar shkencërisht se njerëzit i besojnë më shumë një profesionist të njohur pra sesa një personi tjetër. Ne përpiqemi që të arrijmë tek njerëzit nëpërmjet referimeve ose nëpërmjet rezultateve tona. Do jetë akoma më mirë nëse ne arrijmë te njerëzit nëpërmjet rezultateve tona. Marrëdhëniet shkrijnë gjithmonë akullin edhe reduktojnë gjithmonë distancat midis komunikimit. Nëse një miku apo një klient i juaj i përparshëm e merr telefon dhe i thot për shembull kam nevojë të shes shtëpinë, një ndonjë agent imobiliar profesionist. Në këtë rast do ishte klienti juaj ai që ju referon juve apo jo?
A do keni një shans më të madh që ky klienti t'ju besojë kur vjen nga një referim? Patjetër që po. Pra marrëdhëniet me njerëzit mund ta çojmë me të vërtetë shumë më larg se ç'ne mendojmë realisht. Edhe shumë më lehtë sigurisht, sepse kur vjen një referim, të vjen shumë kollaj, nuk ke nevojë që të bësh prospekt, e ke të gatshëm prospektin. Okej. Mos harroni asnjëherë që ai që bën pyetje drejton. Dhe ai që pyet edhe dëgjon njëkohësisht shet. Çfarë do thotë kjo? Ai që pyet ka gjithmonë diskutimin në hyjmin e vet, pra ai drejton ai lojën. Kurse ai që dëgjon, bën pyetje edhe dëgjon njëkohësisht, ai realisht shet. Por thuhet që ai pse pikërisht ai që dëgjon. Ë? Ne nuk duhet flasemi gjithkohës, jemi ne që flasim. E thamë dhe më përpara, sepse mund të humbim edhe një negociat në momentin që vetëm flasim. Tham që ai që pyet orienton bisedën drejt informacioneve që ne duam të arrijmë. Tu duhet bëhemi të zotët që të kemi kontroll edhe situatën, por përse duhet të dëgjojmë? Është më e rëndësishme ajo që thoni ju apo ajo që shpreh apo që mendon klienti? Ë? Kush është më e rëndësishme? Nga përgjigjet e klientit, ne do kuptojmë nevojat edhe emocionet e tij, problemet që ka, që do t'i japi zgjidhje, ë? Se në fund të fundit ne ju japim një zgjidhje problemeve që kanë klientët. Ë? Gjithmonë klientët kush do të shesi ka një siklet, ka një gjë. Por kujdes, nuk duhet jemi të vëmendshëm vetëm tek fjalët që thuhen, por duhet edhe të vëzhgojmë edhe gjuhën e trupit, tonin e zërit, vështrimin, gjestet, mënyrën gestikulacionin. Sidomos vështrimin, pasi ne dim që si shitsit ashtu të vlerësit mund edhe të na gënjejnë, edhe na gënjejnë, është realja apo jo? Na gënjejnë apo jo klientët? Dhe vështrimi është një tregues shumë domethënës. Pra kur e shikoni personin në sy, nëse është realisht po thotë të vërtetën apo po thotë një gënjeshtër. Dëgjimi favorizon gjithmonë arritjen në një marrëveshje me klientin. Ju sa i dëgjoni klientët tuaj? I dëgjoni gjithmonë me vëmendje? Okej, nuk është patjetër që të më ktheni një mua përgjigje, po bëjni pyetjen vetes tuaj. A i dëgjoni gjithmonë klientët me vëmendje? Dëgjimi aktiv promovon marrëveshjen, sidomos në fusha të tilla si ndërmjetësimi, negociata edhe bashkëpunimi. Sa prej jush mendojnë se i dëgjojnë realisht klientët e tyre? Të diferencohesh nga konkurenca dhe duke zotëruar të njëjtat aftësi teknike, ajo që ju dallon si agent varet nga mënyra se si menaxhoni marrëdhëniet me klientin. Klienti sot, që quhet një klient modern, klienti sotëm, ka akses në shumë informacione dhe ne e dim shumë mirë, sepse sot me internet mund gjesh çdo gjë. Ai dëshiron të dëgjohet edhe të kuptohet, dhe jo vetëm që t'i shitet prona. Çfarë do të thotë në të vërtetë dëgjimi? Dëgjimi aktiv nuk do të thotë vetëm një dëgjim, por është gjithashtu të kushtosh vëmendje të pandërprer klientit, të tregosh empati, edhe të kërkosh sqarime her pas here, të bësh pyetje. Cilat janë avantazhet e dëgjimit aktiv në negociatat e pasurive të paluajtshme? 1. Ndërtimi i besimit. Pra, kur klientët ndihen të dëgjuar, krijohet një lidhje emocionale dhe rritet besimi. 2. Kuptojmë nevojat reale të klientit. Duke dëgjuar në mënyrë aktive, ne mund të zbulojmë jo vetëm ato që klienti thotë se dëshiron, por edhe ato që klienti dëshiron në të vërtetë realisht. Të trajtojmë kundërshtimet, të menaxhojmë ato, nëse kuptojmë thellësisht shqetësimet e klientit, do jemi më të përgatitur për të përgjigjur kundërshtimeve të tyre. Të shkurtojmë ciklin e shitjeve. Një klient që ndihet i dëgjuar ka më shumë gjasa që të marrin vendime të shpejta, pra të mbyllen afate më kohore më të shkurtra. Kur klienti
është dihet i dëgjuar dhe i respektuar, ai tashmë është një klient i besuar i juaj. Një klient i kënaqur mund ta sjell gjithmonë një punë apo një biznes tjetër të ri. A jemi dakord me këto apo jo? Ë? Okej, ku është negociata më e mirë? Me një negocim, pozita e forcës i takon atij që arrin marrëveshjen më të mirë të mundshme. Cili është elementi që jep forcë një agjenti imobiliar gjatë fazës së listimit? Kush na jep forcë? Okej, po ja u them unë. Takimet për listime. Tashmë të planifikuara në agjendën e ditës. Nëse ne nuk kemi takime për listime në agjendën tonë, atëherë nuk do jemi negociator të mirë, sepse sa më shumë mundësi të kemi, aq më të fortë do jemi neve në negociata. Dhe për të lënë takime për të marrë listime, BMO-ja ka krijuar një trajnim si laborator telefonatash, ku ne mblidhemi dhe nëpërmjet skripteve që kemi tonat, bëjmë telefonata për të marrë listime. Kush prej jush do investoj një ditë kohë nga vetja për të bërë telefonata dhe për të marrë listime të reja? Kush do ishte dakord? Asnjëri s'do listime të reja? Të gjithë duam listime. Dakord Të gjithë jemi. duam listime. As do ishte më mirë që të ishim të gjithë në një ambient stimulues ku të gjithë të shtyrim njëri tjetrin për të bërë listime, për të bërë telefonata, për të marrë listime të reja? Po, okej. Atëherë, neve në datën 27 shkurt, kemi parashikuar të bëjmë një trajnim, network shopping, ku përdorim skriptet tona për të bërë telefonata me klient të kaluar, me sferë influence, por edhe me klient të rinj, të cilët nuk i njohim. Kështu që jeni të gjithë të ftuar të merrni pjesë, informacionin patjetër që do ja u dërgojmë si në email edhe me mesazhe. Kështu që javës tjetër nuk do kemi trajnimin online ditën e mërkurë, por do kemi këtë trajnimin e network shopit ditën e premte. Unë ju falenderoj gjithëve për vëmendjen, edhe shpresoj të shihemi së shpejti. Shumë faleminderit Aida. Ditë të mbar të gjithëve. Kalofshi mirë. Ciao. Faleminderit. Pafshim. Faleminderit, mirëpafshim, ditë të mbarë të gjithëve. Faleminderit Blerina, shumë faleminderit. Të lutem, Viktori. Sa më shumë suksese. Faleminderit. Shumë